Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderimet janë për Allahun e madhruar, një vetëm dhe i pashok. Vetëm ata e falenderojmë, vetëm për ti kërkojmë falje dhe ndihmë. Dëshmojmë se nuk ka Zot që meriton adhurimin përveç Allahut dhe se profeti alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Sot me lejen e Allahut do të trajtojmë temën e zbritjes së Kuranit. Allahu i madhruar zbriti Kuranin tek profeti alayhi salatu wassalam me qëllim që të udhëzohet i mbar njerëzimi. Prandaj dhe zbritja e tij konsiderohet një ngjarje madhështore që dëshmon pozitën që ka Kurani tek banorit e qiellit dhe të tokës. Allahu e nderoi Kuranin duke zbritur atë në 3 faza. Faza e parë është zbritja tek pllaka e ruajtur, pra që quhet Lauhi Mahfuz. Argument për këtë është fjala e Allahut të madhruar, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bel huwa Qur'anun Majid fi Lauhi Mahfuz. Që do thotë, përkundrazi, ai është një Kur'an i lavdishëm në pllakën e ruajtur mirë, pra Lauhi Mahfuz. Kurani ka zbritur tek pllaka e ruajtur në një formë dhe kohë që nuk e di vetëm se Allahu i madhruar apo ndonjëri që mund të ketë treguar vetë Allahu atij. Zbritja në këtë fazë ka qenë tër Kurani dhe jo pjesë, pra gjithë Kurani ka zbritur tek Lauhi Mahfuz një herësh. Kjo kuptohet dhe nga ajeti kuranor i lartë përmendur, që Allahu i lartësuar thotë që ka zbritur Kurani tek pllaka e ruajtur pra te Lauhi Mahfuz. Prej urtësisë dhe sekretit të zbritjes së Kuranit pjesë është se nuk mund të kuptohej nëse do kishte zbritur në formën e tërësishme, me njëhershme. Kjo përderisa nuk i kishte ardhur profecia profetit alayhi salatu wassalam. Faza e dytë është zbritja e Kuranit ka qenë tek Beitul Izze, në qiellin e dunjas. Argument për këtë është fjala e Allahut të madhruar, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e kemi zbritur atë pra Kuranin natën e Kadrit. Po ashtu Allahu i madhruar thot, inna anzalnahu fi lejletin mubaraka. Ne e kemi zbritur Kuranin në një natë të bekuar. Po kështu Allahu i madhruar thot një ajet tjetër, kur flet për muajin e Ramazanit, shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji i Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues i së mirës nga e keqja. Të treja këto ajete kuranore tregojnë qartë se Kurani ka zbritur në një natë, e cila përshkruhet se është e bekuar, siç është cituar tek surja Duhan. Kjo natë është nata e Kadrit, që përmendet tek surja Qadr, e cila është një nga netët e muajit të Ramazanit e po ashtu përmendet në surën Bekare. Edhe kjo formë zbritje e Kuranit në qiellin e dunjas është zbritje e plot dhe jo e ndarë. Disa dietarë thonë që zbritja e dytë e Kuranit nuk është vetë se zbritja e parë, pra ka zbritur vetëm një herë. Pra qëllimi është që s'ka zbritur vetëm një herë. Zbritja e tretë e Kuranit. Kjo zbritje u realizua nëpërmjet besnikut të shpalljeve, engjëlli Xhibril alayhi salatu wassalam, në pjesë të ndara tek zemra e profetit të zgjedhur, që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E gjitha kjo ndodhi në një periudhë kohore prej 23 vitesh. Koha e kësaj zbritjeje ishte nga koha e profecisë deri në vdekjen e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Faza e tretë e zbritjes së Kuranit është koha kur drita e tij arriti anëkan botës dhe u bë udhëzimi i Allahut për njerëzit. Pra u bë Kurani një dritë dhe një udhëzim për njerëzit. Argument për këtë është për këtë formë zbritje, pra është fjala e Allahut madhruar që drejtohet profetit Muhammed alayhi salatu wassalam duke i thënë: "Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Allahu i madhruar në këtë ajet kuranor thotë, nuk ka dyshim se ky Kurani, pra është shpallja e Zotit të botëve. Atë e zbriti shpirti i besueshëm, pra Xhibrili alayhi salatu wassalam, në zemrën tënde o Muhammed, që të jesh nga ata që paralajmërojnë e zbritin në gjuhën e qartë arabe. Po kështu argument se Kurani ka zbritur i ndar është edhe fjala e Allahut të madhruar, Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ky është një Kur'an që ne kemi ndarë pjesë që ti tua mësosh
njerëzve pak nga pak, duke e shpallur atë kohë pas kohe. Po kështu Allah i madhruar thot: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Jo besimtar thonë, përse Kurani nuk është shpallur i tëri për një herë, ne ta kemi shpallur kështu për të forcuar zemrën tënde dhe ta kemi zbuluar qartazi varg pas vargu. Pra ky ajet kuranor është i qartë që tregon se vërtet Kurani ka zbritur pjesë-pjesë. Me këtë e përfundojmë temën e zbritjes së Kuranit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.